Pse është e domosdoshme që Kosova të marrë emrin e vjetër, Dardania? Ka momente në histori kur një komb duhet të ndalet, të reflektojë dhe të kthejë syt prapa, jo për të ikur nga e ardhmja, por për të ndërtuar atë mbi themele të forta identitare. Për Kosovën, një prej këtyre momenteve është sot. Emri Kosovë, i lidhur kryesisht me periudha pushtimesh, me ndarje, me kufi të vendosur nga të tjerët, nuk i përket thelbit historik të këtij vendi. Emri që i përket, që i takon, që buron nga gjaku dhe toka e tij, është vetëm Dardania. Dardania, emri që flet për autoktonin. Shqiptarët e Kosovës nuk janë të ardhur, as të huaj në atë truall. Ata janë pasardhësit e drejt për drejt të Dardanëve, një popull i lirë që ekzistonte shumë përpara se të lindte fjala Kosovë. Burimet antike e përmendin Dardanin si një mbretëri të fuqishme ilire që përfshinte territorin e sotëm të Kosovës, pjesë të Maqedonisë Veriore dhe të Serbisë Jugore. Qytete si Scupi, Shkupi dhe Ulpjana, afër Prishtinës, ishin qendra të mëdha të Dardanisë ilire e më vonë edhe romake. Emri Dardania buron nga rënja ilire Dardh, që do të thotë dardh, simbol i pjellorisë dhe i jetës. Vet etimologjia përçon një mesazh të thellë identitar. Dardania ishte dhe mbetet vendi i dardhave, vendi i begatisë dhe i jetës. Kosovë, një emër i huazuar nga pushtuesit. Emri Kosovë është produkt i një epoke të vonshme, të errët, kur identiteti shqiptar u përpoq të fshihej. Ai vjen nga termi slav Kosovopolje që do të thotë fusha e rosave dhe u përhap pas shekullit Xhiv, kur Serbia mesjetare kishte pushtuar përkohësisht këto troje. Ky emër u përdor dhe u mbajtur me forcë gjatë periudhave osmane dhe sidomos gjatë pushtimit serb, si një mjet për të slavizuar identitetin historik të Dardanisë. Përdorimi i tij edhe sot, në shekullin XXI, është në vetvete një mbetje e kolonializmit kulturor. Ai ruan në kujtesë betejat serbe, jo historinë ilire, ruan kujtimet e humbjeve, jo të lindjeve. Dardania, identitet historik, kulturor dhe shpirtëror. Emri Dardania është shumë më tepër se një fjalë e bukur. Ai është simboli i vazhdimësisë historike midis ilirëve dhe shqiptarëve të sotëm. Në periudhën e rilindjes kombëtare, shumë figura shqiptare e përdorën termin Dardani për të nënvizuar lashtësinë dhe autoktoninë e shqiptarëve. Në mënyrë të veçantë, Ibrahim Rugova e ringjalli këtë ide në shekullin XXI, duke e përdorur Dardania si simbol të shtetësisë shpirtërore shqiptare në Kosovë, shumë përpara pavarësisë së vitit 2008. Edhe sot, në dokumente kishtare të hershme, në mbishkrime arkeologjike, në toponime të vjetra, emri Dardania gjendet i rrënjosur në tokë. Ndërsa Kosova nuk ka asnjë gjurmë para pushtimeve mesjetare. Dimensioni politik dhe kombëtar. Ndërrimi i emrit nuk është vetëm një çështje emocionale, por një akt politik dhe kombëtar i vetvendosjes së plotë. Në arenën ndërkombëtare, një shtet që kthehet tek emri i tij historik, fiton legjitimitet historik, sepse dëshmon autoktoninë dhe trashëgimin e tij shumë shekullore, forcim identitar, sepse shkëputet përfundimisht nga çdo ndikim kulturor slav, koherencë kombëtare, sepse emri Dardania bashkon shpirtërisht shqiptarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Luginës së Preshevës, që janë pjesë e të njëjtit trung Dardan. Për më tepër, emri Dardani është përfshirës, i pastër dhe pa ngarkesa fetare apo etnike, ndryshe nga Kosova, që për serbët përfaqëson tokën e shenjtë të tyre mitologjike. Dardania është e shqiptarëve dhe e të gjithëve që jetojnë në paqe me ta. Kosova, në ndërgjegjen serbe, është një mit për pushtim dhe hakmarrje. Përfitimet ndërkombëtare dhe kulturore. Në një botë ku identiteti kulturor është kapital politik, ndryshimi i emrit në Dardania do të kishte ndikim të gjerë. Turizëm historik e arkeologjik, Dardania lidhet drejt për drejt me lashtësinë ilire dhe romake, çka do ta vendoste vendin në hartën e trashëgimisë europiane. Pozicionim diplomatik. Emri Dardania është neutral dhe i pranueshëm për çdo shtet që heziton ta njohë Kosovën për shkak të ngarkesës politike të fjalës Kosovo, rilindje shpirtërore kombëtare. Ai do të frymëzonte një brez të ri për të ndërtuar një identitet të bazuar në krenari dhe dinjitet, jo në mbijetesë, një proces që kërkon guxim politik. Ndryshimi i emrit nuk është formalitet. Ai kërkon vizion politik, konsensus kombëtar dhe mbështetje ndërkombëtare. Por, çdo ndryshim historik ka kërkuar guxim. Nëse një komb që ka luftuar për liri meriton të quhet me emrin e vet të lashtë, ai komb është Dardania. Nuk bëhet fjalë për fshirjen e Kosovës nga kujtesa, por për ringjalljen e emrit të saj të vërtet, të mohuar për shekuj.
Ashtu si Roma nuk quhet më Latium, ashtu si Greqia nuk quhet më Hellas në dokumente ndërkombëtare, Dardania mund të jetë emri modern i një shteti të lashtë, që më në fund është i lirë. Një emër që peshon histori. Emri Kosovë i përket shekujve të errët të pushtimit. Emri Dardani i përket shekujve të lavdisë dhe identitetit. Të kthehesh në Dardani nuk është nostalgji, por akt drejtësie historike. Është mënyra më e natyrshme për të thënë botërisht: ne nuk jemi produkt i asnjë pushtuesi. Ne jemi Dardan. Dhe kjo është toka jon që s'ka ndryshuar emër, por vetëm epokë.